Korruptuarit e të gjitha partive, përveç se vjedhjes, kanë edhe një përbashkët tjetër. E trajtojnë popullin si fëmijë dhe një lloj si fëmijët përpiqet i manipulojnë duke u treguar pralla. Një nga prallat më të hershme që është treguar popullit shqiptar 3 dekada e ca më parë është se korrupsioni nuk është dhe aq i keq. Korrupsioni si ai vaj që lehtëson lëvizjen e ingranazheve të shtetit. Pastaj nisëm prallën e dytë. Prallën sipas cilës kush punon vjedh e kush vjedh punon. Kështu që politikanët e korruptuar e konsideruan si drejt natyrore të vjedhin 20 apo 30% të çdo pune publike. Kur populli nisi të mos e hante më prallën dhe të shfaqte pakënaqësitë e veta, e sofistikuan prallën duke thënë se edhe në Evropën e madhe ku duam të integrohemi ne vidhet, kështu që vjedhja është e natyrshme e mos u ankoni shumë. Pralla më e fundit, e më e pabesueshmja, e më fyesja, që na trajton jo vetëm si fëmijë, po si fare foshqe, është kjo e fundit që po tregon Edi Rama prej muajsh, për cilin lufta ndaj korrupsionit është shkelje e drejtave të njeriut. Spaku që KKO-ja që po luftojnë korrupsionin, që kërkojnë masa sigurie me burg për hajdut si Belinda Balluku, që kanë vjedhur gjysmën e Shqipërisë, janë duke na shkelur të drejtat e njeriut. Po ke krahasojnë ministrin e korruptuar me fakirin që ka vjedhur energjinë elektrike për të ngrohur kalamajt e vetë. Dhe kur pralla bëhet mit e ku miti pushton krejt shoqërinë, shteti degeneron, shteti bëhet disfunksional dhe i vjen dita. Vjen kjo ditë që po jetojmë të gjithë, ku urat e rrugët shemben, ku tunelet krisen, ku lumejt përmbyten, ku spitale nuk ka ilaçe e në shkolla nuk ka nxënës.